Pse ju dhe gjuri dhe kyçi në këtë periudhë a ndikon vërtet i ftohti në çështjen tuaj? Dhimbja e kyçeve mund të shfaqet për arsye të ndryshme, por shpesh janë simptomat e një dëmtimi ose edhe një sëmundje. Në këtë video do ju tregojmë nëse vërtet i ftohti ndikon në çështjen tuaj. Përse kanë dhimbje të këmbëve për shkak të modit të ftohtë? Ju mund të përjetoni dhimbje në çdo pjesë të trupit tuaj, por shqetësimi nga ndryshimi i motit shpesh kryesisht mund të jetë në hije, në gjunjë dhe në kyçe të këmbës. Nëse kaloni shumë kohë duke ushtruar në të ftohtë, do të ushtroheni më shumë presion në yje dhe do të keni edhe dhimbje. Dhimbje që ndjejnë mund të shkaktohen nga rrjedhjet e kufizuara të gjakut në pjesë të ndryshme të yjeve. Në disa raste përgjigjja është e qartë, pasi studimet kanë treguar se njerëzit me artrit zakonisht përjetojnë dhimbje kyçeve më shumë kur moti është i ftohtë. Disa teori të tjera sugjerojnë ndryshime të presionit atmosferik ose barometrik, i cili referohet peshës dhe ajrit dhe zvogëlohet me motin e ftohtë.